Të gjithë ani speca djegës, por ja çfarë i ndodh zemrës suaj. Speci djegës është të përdorur prej mijëra vitesh kundër disa probleme shëndetësore, ku përfshihet urthi, llapia, problemet e stomakut, temperatura, probleme me tretjen, fyti, çrregullimet hormonale, të vjellat dhe bajamet. Speci djegës është i mirë për shëndetin e zemrës. Speci djegës është tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij, sipas të dhënave të Healthline, ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterie dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkon në aspektin e djegjes së specit. Përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë përfitimet dhe për të evituar kështu komplikacionet. Sigurohuni të konsumoni specin sa më të freskët dhe natyral. Mos e teproni nëse keni ndjeshmëri të stomakut ose edhe probleme të ngjashme për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të krijojë në organizmin tuaj, citoi studimi.